Albana Hasanaj nga sot do të jetë zyrtarisht prefektja e re e qarkut Gjirokastër, duke zvendësuar Odise Koten, i cili drejtoi këtë institucion që prej tetorit të vitit 2020, Hasanaj më parë mbante postin e drejtorit të zyrës vendore arsimore në Gjirokastër. Prezantimi u bë nga ministria Mirela Kumbaro dhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Julian Hodaj. Këshilli i ministrave vendosi. Zoti Odise Kote, prefekti i qarkut Gjirokastër, lirohet nga kjo detyrë. Zonja Albana Hasanaj emërohet prefekti i qarkut Gjirokastër. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe botohet fetore zyrtare. Besoj që ju të gjithë jeni shumë familjar me rolin e prefektit, por është për të vlerësuar çfarë prefekti bën. Dhe në këtë sens, duke pas parasysh kontrollin e ligjshmërisë së akteve normative, sidomos të njësive të qeverisë vendore, duke pas parasysh monitorimin dhe kontrollin me degëve territoriale të agjencive dekoncentruara, duke pas parasysh edhe ato shumë komitete dhe task forca që prefekti normalisht drejton, është një punë shumë e vështirë dhe prandaj edhe në emër të Ministrisë së Brendshme, unë do ta falenderoj zotin Kote. Dua t'i shpreh mirënjohje më të thellë personale, por edhe mirënjohje në emër të qeverisë dhe të kryeministrit Odise Kotes, që për gati 6 vjet ka qenë prefekti i këtij qarku. Kemi kaluar bashk zjarre, përmbytje, çatira, rrugë e ku e diun hallë plot, po ashtu sikurse kemi shoqëruar dhe shumë vendime të rëndësishme të marra në për këshilla bashkiak, në për institucione të ndryshme. Mua më vjen shumë mirë që Albana do të jetë prefektja e re e qarkut Gjirokastër. Më vjen shumë mirë sepse dhe jam me besim plot dhe bindur që do të jetë jo vetëm një vazhduese e shkëlqyer e traditës së kësaj prefekture, por do të sjelli patjetër vlerën e shtuar të një zonje, të një gruaje. Më vjen shumë mirë që Tepelena dhe Memaliaj përfaqësohen në një nivel kaq të lartë. Dorëzimi i detyrës u bë në një atmosferë të qetë, ku prefektja e re premtoi të vijojë punën për zhvillimin e qarkut dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Odise Kote, prefekti më parshëm, falenderoi stafin dhe qytetarët e tij për mbështetjen gjatë mandatit. Që ditën e parë që kam marrë detyrën, por dhe në detyrat e tjera, unë kam pas konceptin që një shtetar nuk është thjesht një zbatues i ligjit ose një njeri që bën një detyrë që i jepet. Por mbi të gjitha është një njeri që sjell emancipim, sjell dritën për të gjithë njerëzit me të cilët punon. Unë nuk e bëja dot vetëm, pa pasur këta kryetar bashkie të mrekullueshëm të qarkut Gjirokastër, pa pasur këta drejtues institucionesh, të cilët, ashtu siç e thatë ju, përbënin një ekip të vetëm të qarkut të Gjirokastërës. Dhe ky ekip e ka dhënë produktin në të gjitha këto vitet. Teksa marrë detyrën e prefektit të qarkut Gjirokastër, ndjej një përgjegjësi të madhe dhe një emocion të veçantë. Gjirokastra është më shumë se një qytet me histori. Është një hapësirë vlerash, dinjiteti dhe njerëzish që punojnë çdo ditë me përkushtim ndaj vendit dhe komunitetit. Të marrësh drejtimin e prefekturës së qarkut Gjirokastër nuk është vetëm një nder, por një angazhim i përditshëm për të përfaqësuar shtetin me dinjitet, me drejtësi dhe me kujdes ndaj çdo qytetari. Drejtimin e prefekturës e shoh jo vetëm një funksion institucional, por një mision që kërkon bashkëpunim, profesionalizëm, por mbi të gjitha humanizëm. Për mua, kjo detyrë është një fillim i ri, por sigurisht jo një nisje nga e para për institucionin. Çdo etapë pune ndërtohet mbi themele që tashmë ekzistojnë dhe kjo fal punës, përkushtimit, angazhimit, profesionalizmit dhe frymës që paraardhësi im zoti Odise Kote ka ngritur në këtë institucion. Hasanaj më parë mbante postin e drejtorit të zyrës vendore arsimore në Gjirokastër. Prefekti Hasanaj konsiderohet femra e tretë në krye të prefekturës së Gjirokastrës.